You don't need anyone, but we're all in need of you. And I sincerely pray. Disa prej gabimeve që prishin namazin. Ekbiri për hyrje në namaz. Nga Ebu Hurejra radi Allahu anhu se ka thënë, i dërguari Allahu sallallahu aleyhi wasallam ka thënë, kur të ngrihesh për faljen e namazit, atëherë merr tekbir. Thuaj Allahu Ekber. You don't need anyone, but we're all in need of you. And I sincerely pray to be. Farzi, s'ka namaz tjetër. Nga Ebu Hurejra adi Allahu anhu nga profeti sallallahu aleyhi wasallam ka thënë, kur thirret ikameti për faljen e namazit, nuk ka namaz tjetër pos farzit. You don't need anyone, but we're all in need of you. And I sincerely pray to Nga Abdullah bin Umer se ka thënë, profeti sallallahu aleyhi wasallam ka thënë, e kam parë profetin sallallahu aleyhi wasallam kur falej. Ai ngrinte duar derisa ato ishin në të njëjtën lartësi me supet dhe pastaj merrte tekbir. You don't need anyone, but we're all in need of you. And I sincerely Shikimi, nga Enes bin Malik radi Allahu anhu ka thënë, profeti sallallahu aleyhi wasallam ka thënë, çfarë kanë disa njerëz që gjatë namazit të tyre i ngren shikimet në qiell dhe foli rreth saj me ashpërsi derisa tha, ose do ta lën këtë vepër, ose do t'ju mirën shikimet. You don't need anyone, but we're all in need of you. And I Shikimi, sincerely pray. nga Aisha radi Allahu anha se ka thënë, e kam parë të dërguarin e Allahut sallallahu aleyhi wasallam për shikimin, majtas, djathtas, lart poshtë, në namaz tha, ajo është një vjedhje që shejtani bën nga namazi i You njeriut. don't need anyone, but we're all in need of you. Namazi i shpejt. Nga Ebi Kadate radi Allahu anhu se ka thënë, i dërguari i Allahut sallallahu aleyhi wasallam ka thënë, vjedhësi më i keq është ai i cili vjedh në namaz. Të pranishmit e pyetën, o i dërguari i Allahut, si vjedhet në namaz? Tha, nuk e plotson rukun dhe sejdën e tij. You don't need anyone, but we're all in need of Gjymtyrët. Nga Abdullah bin Abbas radi Allahu anhu se ka thënë, i dërguari i Allahut sallallahu aleyhi wasallam ka thënë, jam urdhëruar që të bëj sejdë me 7 gjymtyr me ballë dhe bëri me dorën e tij nga hunda, 2 duart, 2 gjunjët dhe 2 majat e këmbëve. You don't need anyone, but we're all in need of you. And Para imamit, nga Enes bin Malik radi Allahu anhu se ka thënë, një ditë i dërguari i Allahut sallallahu aleyhi wasallam u fal me ne dhe u kthye nga ne duke thënë, o ju njerëz, unë jam imami juaj, prandaj mos më paraprini në ruku dhe në sejdë, as në qiyam dhe as në përfundimin e namazit. Unë ju shoh para meje dhe nga pas. you don't need anyone, but we're all in need of you. Brylat. Nga Enesi radi Allahu anhu se ka thënë, i dërguari i Allahut sallallahu aleyhi wasallam ka thënë, drejtohuni në sejdë dhe mos i shtrini brylat në tokë, ashtu si kurse i lëshon You don't qeni. need anyone, but we're all in need of you. And I Sutre. Nga Ebi Seid el Hudrije radi Allahu anhu se ka thënë, i dërguari i Allahut sallallahu aleyhi wasallam ka thënë, kur ndonjë prej jush të falet, atëherë let falet duke pasur sutre para vetes, e mos lejo askënd që të kalojë nëpërmjet tij dhe sutrës. You don't need anyone, but we're all in need of you. Lëvizjet në namaz. Nga Xhebir bin Semura radi Allahu anhu se ka thënë, i dërguari i Allahut sallallahu aleyhi wasallam ka thënë, si është puna që ju shoh t'i ngreni duart tuaja sikur bishat e kalit në diell. Qetësohuni në namaz, mos lëvizni në mes namazit. You don't need anyone, but we're all in need of you. And I sincerely pray to be among the ones you love. Nga Abdullah bin Mugafera radi Allahu anhu se ka thënë, i dërguari i Allahut sallallahu aleyhi wasallam ka thënë, kush më gjej në qiyam, ose në ruku, ose në sejdë, atëherë le të bashkohet me mua në atë gjendje në të cilën You jam. don't need anyone, but we're all in need of you. Pozita e kokës në namaz. Aisha radi Allahu anha thot, i dërguari i Allahut sallallahu aleyhi wasallam kur bënte rukun, nuk e mbante kokën të ngritur, e as nuk e mbante të ulur poshtë, por e mbante mes këtyre dy pozicioneve. You don't need anyone,
Falu pa zëm me xhamat. Nga Ebi Said El Hudri radi Allahu anhu se ka thënë: I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: secili për ju shplet me Zotin e tij, prandaj mos e mundoni njëri tjetrin dhe mos e ngrini zërat me njëri tjetrin duke lexuar, ose ka thënë në namaz. Falu i qetë. Nga Ebu Hurejra radi Allahu anhu se ka thënë: I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: pastaj shko, bjerë në ruku dhe rri në atë pozicion derisa të qetësohesh, e pastaj ngrihu derisa të shndrosh drejt, qetësohu. Plotësimi i safave. Nga Xhabir bin Semura radi Allahu anhu se ka thënë: I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: a nuk po rreshtoheni ashtu siç rreshtohen engjëjt tek Zoti i tyre? Tham: o i dërguari Allahut, si rreshtohen engjëjt tek Zoti i tyre? Tha: plotësojnë safin e parë dhe bashkohen, qëndrojnë pranë njëri tjetrit në rresht.